Ka një aktivitet se i detyrim të një. E ka zakona e ashtu bën gjithë një. Unë lidhe vetëm me pepelenën edhe me blok. Është shpirti të duhet. Hey. Përshëndetje. Të nderuar. Se ka. Kjo veprimtari është ndryshe gjithë të tjerë, pasi ajo është në vigjiljen e përkujtimeve të epopesë së luftës së Vlorës të vitit 1920, por dhe atë e ka thirrur një djalë dhe intelektual i Lapardas, Baxhul Merkaj, për të cilin unë besoj se ju dini më shumë se sa unë për të, pasi pjesën më të bukur të jetës, ai e ka kaluar në këtë trevë, në këto fshatra dhe qendra të kulturës, në Selenic dhe shkollat e lumit të Vlorës. Lufta e Vlorës është një nga luftrat më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, jo vetëm të Vlorës. Ajo, duke qenë një luftë e drejtë, aktivizoi dhe bëri bashkë të gjithë brezin e luftëtarëve dhe burrërinë e Labërisë, por edhe ata nga qytetet e tjera të vendit, duke i dhënë kuptimin e dur shpalljes së pavarësisë të vitit 1912 dhe duke i dhënë një mësim të mirë politikës pushtuese të fuqive ushtarake evropiane të kohës. Sot, natyra këtu merr një kuptim të bukur si asnjëherë tjetër. Male që prekin qejt e Labërisë, legjenda dhe freskia që sill Shashica, Lapardaja dhe lumi Vlorës krijon një ndjesi kujtese në natyrën e egër, e cila ka pleksur bashkë njerëzit, historinë, krenarinë dhe kulturën e pasur të polifonisë dhe zakoneve tona, të bukura. Ju ftoj ta festojmë dhe të qëndrojmë bashkë në këto pak orë, në këto as të bukur që babai im Baxhul Merkaj ka zgjedhur për të gjithë ne. Në këtë ditë të shquar, Baxhul Merkaj i mungojnë 3 njerëz të rëndësishëm, të cilët nuk jetojnë më. Artistja e popullit Margarita Xhepa, e cila e ka shoqëruar të gjithë rrugtimin artistik të tij, artisti merituar mjeshtri i madh Birçe Hasko, të cilët dhe mjeku i shquar Neki Dredha. Falenderoj pa mas të ardhurit në këtë takim si nga Tirana, qytetet e tjera të jugut, por dhe nga lumi Vlorës. Baxhulit i kanë ardhur shumë përshëndetje nga miqtë e tij, po citojmë disa prej tyre: Mevlan Shanaj, Timo Floko, Kastriot Saushi, Ilir Hoxha, Mumtaz Drami, Driçim Xhepa, Luiza Gjuvani, Ben Huna, Artit Hyka, Esat Mysliu, Irini Qiriako, Maja Lickaj, Mimoza Sadushi, Sadie Kryeziu Betullau e të tjerë. Përshëndetje të gjithëve. Është një ditë e bukur sot. Kemi së bashku miq të cilët dim se çfarë të flasim në këtë takim të mrekullueshëm. Këtu ka njerëz të thjeshtë, intelektual të cilët janë shquar dhe dalluar në fusha të ndryshme, në kontributin e madh që kanë dhënë në shoqëri dhe në gjithë mirësinë që kanë shpalosur për atë dheun e tyre. Në krah kam një mësuese, një nën, një artiste, një poete, një zonjë të dijes e të shkollës, Enkeleda Merkaj, e cila e zbukuron këtë takim të veçantë, tonën, tuajën,
pse jo dhe të babait të saj të shtrenjtë, Baxhul Merka. Kjo copës kohë është e bukur, pasi shpirti i leprëve bëhet e bukur me këngë ashtu siç e thot edhe mjeshtri i madh Tomor Lelo me grupin e tij. Juftojmë zoti Tomor të na përshëndesi me një këngë, së bashku me grupin autokton. Nuk të ditë të shënuar Baxhulina ka bashkuar Buzë shushicës në shkallë bëhet një eventirallë. Baxhul Merka i një pëllombo i mbledh birbilat në këngë. Dero në aletën të sertë e po ke vitit një zetë. Dero në aletën të sertë Dero ndjem të këti vëndi trimi Selim Sulejmani. Dero nazbica non yllocjon krijoja gjithë një këshilo. Enderon mulla alimin edhe zigur le lotrimi. Zigur le los mo kthi njoto që u bë kurban në kotë. Ata që gdhëndën lavdin dhe vullosën historinë. Baxhulit këtë urat, ta gjethet të kjo lofat, e urojmë shëndet e fat, sukses e lartë e më lartë. Të falenderojmë shumë Baxhul që shiko. Kemi përthënë shumë, po ajo që është emocioni madh, si për mua dhe për shokët e mi, është fakti që pikrisht këtu në këtë kuotë super të fortifikuar me general dhe me tela me gjëmba, bijtë e këti vëndi dhe në krye ishte Selim Sulejmani, një nga kapedanët ushtarakët e zgjedhur dhe
një nga, të themi, emblemat, jo vetëm të Lapardhas, po të gjithë kësaj krajine që organizoi në mënyrë të shkëlqyer gjithë taborin e Rrëzës dhe hodhën bitela me gjënma, gunat dhe sherqet dhe mbulosën lavdin dhe i dhanë frym pavarësisë së kombit dhe të Shqipërisë tonë dashur. Ju falenderoj shumë. Falenderoj. Desha të falenderoj zotin Ilia Bombaj, i cili e njeh deri në tel shpirtin e laborisë, që edhe pse duket pak i ashpër, ai është i butë. Babai im ka një refleksion të thellë shpirtëror që i buron po nga shpirti i lab. Ai thotë se jeta është dashuri. Në shpjegimin universal, dashuria është një marrëdhënie njerëzore përmes virtyteve dhe cilësive të mira njerëzore. Me që më duhet t'ju flas për moderatorin që kam në krah, ky është Ilia Bombaj, një njeri i rëndësishëm në arsimin e kësaj treve, një mësues, poet, shkrimtar, monografist, i lidhur fort me historinë dhe të tashmen e kësaj treve. Më lejoni të të ras juriste e njohur Drita Aga. Po, mund të filloni që tani. Se emrin jo më kot e ke Drita, botës dritë e gëzimi ke falur, dhimbjet i ke mbajtur për vete, o zonje bekuar, mike e mirë e detit dhe e poetit. Fjala për ju. Falenderit i nderuar Ilia. Jam këtu me një emocion tepër të veçantë, po dhe për një vlerë njohëse të madhe, që i ka shërbyer jo vetëm krajinës së tij në fushën e artit dhe të kulturës dhe të krijimtarisë, po mbar vendit shumë dimensional Baxhul Merkaj. Baxhulin e kam njohur, s'ka gjë, jo, më ngeli mendja sepse duhet ishte këtu. Baxhul Merkajn e kam njohur që në vitet e tij të rinis, që në vitet kur ishte student i arteve, që medalja e tij shënoi notën 10. E kam njohur në vitet e para të punës së tij, në Pallatin e Kulturës në Selenic, në vendin e minatorëve, në vendin e vështirë, por që nuk i munguan shlodhjet dhe gjithë krijimtaria e Baxhulit, i cili pas punës i jepte mundësi të shlodheshin, të argutoheshin dhe të ngrihnin pesh qytetin e minatorëve të Selenicës. Por Bardoshin e kam pasur edhe në punën time, kur isha, më falni se më ngeli mendja nga që s'ka ardhur. Por Baxhulin e kam njohur dhe kur isha nën kryetare bashkimeve profesionale të Rrethit. E kam njohur në punë me përkushtimin e tij. Baxhuli, vllai im, ishte një figurë që kërkonte, që ngrinte probleme, që trajtonte se si do të ishin më të mira rezultatet e punës dhe shpesher haste kritikën e njerëzve të kohës. Në atë kohë, për Baxhulin unë shpresha, loreni Baxhulin. Baxhuli është migjeni kohës, me ata sytë si të migjenit, me një krijimtari tepër të gjerë, rreth 15 vepra ka bërë Baxhuli me mendjen e mençur, me zemrën e edukuar dhe me punën e tij që se ndali kur. Baxhuli flet për dashurinë. Baxhuli ka bërë 2 vepra të shenjta për gratë e Vlorës dhe për gratë e Shqipërisë, për hyneshat dhe ikonat. Ndërto kam pasur fatin që të rreshtohem edhe unë. Faleminderit Baxhul, unë kam qenë bashkëshoqëruese e jetës, e punës, e figurës së Baxhulit. Ka shprehjen e tij të madhe, kush mbjell dashuri, do kori patjetër dashuri. Figura shumë dimensionale e kanë ofruar Baxhulin, Margarita Xhepa, Irini Qiriako, përveç edhe personalitetetve të tjera, të cilët i ka përshkruar në librin e tij
elitarët e Shqipërisë, apo jo Baxhul? Dhe do të thosha që Baxhuli është një penë e pashtershme. Baxhuli ka shoqëruar çdo vepër të tij me aktivitete të organizuara në mënyrë shëmbëllore, ku nuk ka munguar as fjala e denjë për këtë figurë dimensionale dhe as aktivitetet, dhe me këtë rast uroj nga shpirti grupin polifonik të udhëhequr nga i famshmi Tomer Lelo, gjithë pjesëtarët dhe personalitetet që i japin dritë këtij vendi që na kujton luftën e 1920-s, këngën Vlora Vlora, i cili u bë himni vlonjat. Më lejoni të recitoj vargjet e këngës Vlora Vlora, e cila u kompozua nga Thoman Nasi, u ligjërua dhe teksti u bë nga i famshmi Ali Aslani, dhe që ishte në pararoj të luftës së Vlorës e Mëgjer. Jam vlonjat e jam vlonjat, e kam shkabën më me atë, shkaba 3 me 2 krenare, fronë e saj e ka në Vlorë. Vlora, 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 meri armët, bëja fora, Vlora 3 me shqiptare, si robjetën se do fare. A do mbetet Shqipëri, a do bëhet ty me i. Vlora, 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 roki armët bëja fora. Jam vlonjat e jam burrë, zduron burri, zgjedhë kurrë. Jam vlonjat e si vlonjat, di të bëj luft me të shtat. Vlora, 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 biri moj të lumë të dora. Jam vlonjat dhe trim me bes, rreth flamurit ditë vdes, e të tjera, e të tjera. Atere, është krenari që bëhet në këtë vend, i cili është epok më vete për luftën e Vlorës, dhe të promovojmë librat e Baxhulit tonë. Baxhulion me 15 veprat e tij bën një promovim gjithë përfshirës, të cilin do të keni fatin ata që se kanë marrë në duar, ta kenë në duar. Atëre Baxhul, unë të uroj jetë gjatë, familjes tënde shëmbëllore që të ka frymëzuar dhe të ka ngelur krah teje gjithë jetën, dhe sidomos Enkelejdën, vajzën tënde të zgjuar me shpirt të madh, e cila në fushën e letërsisë ka krijimtarin e vet. Faleminderit të gjithëve që më dhat mundësinë t'i dedikoj këtë fjalim të madhit Baxhul Merkaj. Faleminderit. Ju falenderojmë poetesh, notere, njeri human me shpirt të gjerë, e cila të motivon me punën tuaj, ke ditu të dhurosh dashurit e njerëzit në nevojë, pavarësisht kohës që po kalojmë, dhe fjalët e tua, në qoftë se neve të kërkojmë të shtojmë prishe. Të falenderojmë nga zemra. Falenderojmë. Falenderojmë. Faleminderit. Jam nderuar të ftoj këtu para jush për një përshëndetje misionaren e arsimit, kryetaren e veteranëve të dëshmorëve të atdheut, të qarkut të Vlorës, të retit Vlorës, të Lenicës, mësuesen e nderuar dhe të respektuar Shefo Xhaferaj, me cila kërkon të përshëndesi këtë takim. Jeni e ftuar. Faleminderit i gjithë që më bën pjesë të kësaj dite e sot të veçantë. Jemi mbledhur në një aktivitet i cili të jep plot mesazhe dhe plot motivim. Respekt dhe mirënjohje për Zotin Baxhul Merkaj, personalitet i shquar, i qarku blok, i cili me veprat e tij sjell mes nesh dashurinë për atë dhem, për nënën, për njëri tjetrin, për njerinë dhe për njëri tjetrin. Baxhuli mbi vetë e tij mban 8 dekada. Është plot me energji, plot me vru, në të gjitha fushat, si në krimtari dhe në fushën e kritikës. Po të shikosh me vëmendje, nga një vepër në tjetrën, është arritje artistike, është rritje. Unë sot uroj Baxhulit jetë gjatë
një jetë gjatë, në punën e tia, jam shumë emocionuar dhe shumë e lumtur që më bëri ftesën. Të flas për Baxhul Merkel është një mrekulli për këto vende kaq të bukura, për gjithë këngëtarinë e tij artistike ndër vite dhe me gjithë të punë të mrekullueshme. Ky është nderi jon, nderi Labris, është mrekulli e gjithë Labris. Jemi shumë krenar për Baxhul Merkel, se kështu e ka tradit nga kënga që bën nga zemra La Pardaja e gjithë zonën e Labris. Po këtë vlerë ja ka dhënë vese Baxhul Merkel. Të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë që më bëre pjesë të këtij aktiviteti sot. Dhe tani vjen me një poezi poeti Apostol Bashaj. Ku ka më bukur se të marrësh pjesë në këtë event magjik të gurit të art Labris, Vlorës e Shqipërisë, Zotit Baxhul Merkel. Dhe unë brenda tematikës do të përshem disa vargje të krijuara vetë si fotopoet. Vlora nderojnë historinë. Dritërojnë rrezet e diellit, në Sazan e mbi Kanin, ngrihen larg dallgët e detit, Vlora nderojnë historinë. Vlore, mira Vlor, atë ditje zbukuruar, si një nuse me kuror dhe flamur të kuqezi mbuluar. Mbledhur gjithë shqiptaria, në themel të pavarësisë, ku dha besën mbuluria për trojet e lirisë. Ismail Qemal Vlora, për flamur bëri betimin, e qëndisi Marigoja në gjunjë sa boletini. Në shekuj do të valvitet, simboli kombit tonë, çdo shqiptar që lindë rritet në zemër ka një shqipoj. Përshëndetje gjithë misionarëve, juve që merrni pjesë në aktivitet. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni të therras para jush Baxhul Merkel, një pioner i publicistikës, një instrumentist i njohur mes nesh, një shkrimtar i talentuar, studius dhe kritik, të cilin qarku i Vlorës e ka nderuar me titlullin personalitet i shquar i qarkut. E ftoj të vi këtu në krahun ton, Zotin Baxhul, për të komunikuar me ju. Fjala për ju, Zotin Baxhul. Është respekt për ju, është respekt i veçantë për ju të dy. Faleminderit. Edhe për gjithë këta që kanë ardhur këtu. Unë do them një diçka kështu domethënë. Shumë sinqerisht. Se unë mendoj se jam i sinqert, po nuk e di se jam apo jo. Te di Ilir Berxhanin se jam i sinqert apo jo. Se ai ka natyral ka stile këtu. Ai aktor i famshëm. Po, tani qa bëjo unë? Baxhuli. Po tani unë një si gjithë tjerëtja, si gjithë ju. Një si gjithë ju jam. Ndosha jam pak më poshtë se ju. Nuk janë për hiperbola këtu, janë realitet. E di pse? Janë sepse unë kam ditëlindje. Shumë nuk e din. Jo sot. Unë çdo ditë kam ditëlindje. Çdo ditë. Kështu kam ditëlindje. Sepse në ditë mbjet dashuri mirësi. Unë, birja ti bariu, mora të qunë, të da pardas. Rënjë të kam atje, të da pardaja. Atje, edhe arrita lartë, të ka diroshit të artistë më dhe. Jo arrita, po arrita që të bje sot këtu para jush një njeriu, komediani më të madh të Evropës. A i do më shajkull marrë, Ilir Berxhani. Të vi Ilir Berxhani në Tiranë, në hallet e ti, problemet e ti, që ka. E di këtu të ju. Po kjo nuk jebë, për mua është një nderi jashtë zakonshëm. Kjo të rgonë që, si duket ajo dashuria ime, ka rritur për këta njërës. Për këta njërës elitar. Nuk është e letë që të mërshë me këta njërës. Shkurt, po them pak shumë. Më thot një Skënder Selimi dhe një piktor i popullit Agim Salmi,
punoja gazetaret, rogëtar merja në qikë rogë, me qëra ishe atërë, po le mos e nga punë. I dhe shumë, po, aji piromani, nuk shkoj do të për të se shjash për të shumë, si do be halli. Shkoj në shpi, më tha Gimsa, në shpi të tia, tha. Bajta në shpi unë atje. Gazetari Baxhul merë. Pavlena. Hada në shërbesar ka gazetari këtu. Që të mërshë me këta njerës, do të njohë shumë mirë profesionin, arti. Tani unë s'dola të përmajt legjerata profesionale. Po dola person pak të fjarë, edhe për te i vlerësuar juve. Nuk keni vlerësuar mua, jo. Unë, që thjetëm, po asem troq, le ta marrë vesh lartë e më lartë. Asë njerë nuk jam marrë në kariket. Kariket politike, jo kariket e artit ku shuri Aleksandr Mojsiu, Kadiroshi, Prokop Mima, Margarita Gjep të tjerë. Ata janë pjesë e gjendjes time. Ja thash unë, në qo se do vish buja, leskaj, hadje si njeri, jo për kariket. Do vish, për s'ka rëndësi. Rëndësi ka, më duen ju. Unë vlerësoj juve. Ju fanderoj shumë. Edhe ju respekte. Kalësh i bukur. Baxhul me gjithse mbi shpallot e tua mban mbi 8 dekada, fjalët e tua janë të ëmbra, janë motivim, janë mesazh se ti njojte si nën tokën, jetove me cicerimat e zogjve, me erën e luleve të bukura, po jetove edhe me kryeqytetin. Po nuk u largove nga dashuria për fshatin. Prandaj Baxhul të duan shumë. Je njëri i mirë Baxhul. Të urojmë shëndet në familje të shëndosh dhe mos u plak shkurë mendja dhe pena jote të shkruaj tërkohën. Të duan Baxhul, të duan. Kjo ditë e bukur në kot është dhe një ngjarje mirë artistike vlerash. Jam befasuar dhe ndjerë mirë kur në mjedisin ton intim gati ka ardhur posaçërisht një nga emrat më të spikatur të komedisë shqiptare, Ilir Bezhani. Sa për kujtes, komedia është zhanri i parë i llojit të dramës, më e vjetra dhe më e rëndësishmja në historinë e artit dramatik të skenës, që e nxjerr mbretin Lakuriq, siç thuhet ndryshe, Ilir Bezhani. Fjala për juve. Pabësin që i kom në gjithë, se unë i thash Baxhulit, nuk do flasë, me gjithë respekti është respekt dhe i falenderoj për ftesën. Të shti Baxhuli është një personazh shumë i veçantë. Në kompleksitetin e tij ka energji, ka bukuri, po mbi të gjitha Baxhuli ka energji të jashtëzakonshme në mënyrën se si i qepet të tjerëve, në mënyrën se si interviston, në mënyrën se si pyet. Me fjalë, është i lindur për miqësi. Miqësitë e tij janë të gjithanshme. Ai është i ngrohtë si është me humor, ka si inteligjente të bukura, me thënë drejtën, të detyron që edhe ta duash. Sepse bukuria shpirtërore është mbi gjithçka. Një njeri kur ka këtë gjë dhe ambicien për të pas miqësi, për të pas shok, gjithandej tregon që ka një thelb të bukur. Baxhuli ka këto, dhe shiko çka bërë, dhe këtu tani që e ka zgjedhur këtë, ka zgjedhur në një vend shumë poetik, shumë bukur. Më pëlqen miqësia me të, sepse është jashtëzakonisht ambicioz për të kuptuar tjetër gjërat e bukura. Dhe ka një veti të çuditshme. Sulmon për të kapur detajet e imta të bukura dhe i kap për një herë, kur ti tregon diçka. Dhe ka një entuziazëm shumë të fortë ku e gjen.
gjatë gjithë kohës të vitë, mos mare, sa bu, si thuaj edhe njerë, të lutem, një gjë që kapet që është detaj i bukur, atje, gjë që të tjerë nuk e kanë, të tjerëve u rëshqet kjo, gjithmonë, dhe kur të regon gjërë, për një artist, kur të regon gjërë të tilla, se kur bën biseda, do që tjetëri ta kapi atë që i thot, të bukurën, të cilin ky e kap, ka të tjerë që nuk e kapi, nuk shket, mund të jenë inxhiniera, mund të jenë shumë, me ata nuk e kapi, kurse Baxhuli është shumë i hollë për të kapur këtë gjë, është mjeshtër, është dëgjues i bukur. Dhe ka energji shumë. Energjia është gjë shumë e madhe në art. Është shumë e madhe, energjia, dëgjimi. Ka dhe organizitet të madh shumë kur flet dhe kur bisedon, po mbi të gjitha të imponohet shumë me atë energji. Të imponohet kur flet. Edhe dëgjon me vëmendje. Zakonisht biseda bëhet shumë e ngrohtë në të tilla raste. Kur njeriu dëgjon shumë, është dëgjues i fortë. Dhe pastaj fillon të flet vetë. Gjëra nga më të bukura, po dëgjimi ka shumë më bëj. Edhe kjo gjë më ka pëlqyer te Baxhuli dhe pastaj ka pëlqyer edhe këto gjërat e tjera që domethënë si gazetar, domethënë i qepet këtyre artistëve të mëdhenj me emër kështu për të bërë diçka, për të ndërtuar karaktere, për të ndërtuar profile të bukura, për të bërë libra, të cilat nuk bëhen sot. Për shembull, Ministria e Kulturës nuk bën absolutisht libra të tilla për personalitetet për këto, kurse ky i bën. I bën me fotmohimin e vet, me vujtjen e vet, me lodhjen e vet, se është lodhje shumë e madhe ajo. Imagjino një Ministri Kulture që ka këtë, nuk i bën. Ne nuk dimë, s'kemi dëgjuar. Bilecë nuk hap as një gazetë. Që të hapi një gazetë kulturore, artistike, për të folur për veprat, për gjërat. Kurse ky e ka këtë gjë, ka marrë vetë për ta bërë, nga dashuria e madhe e ka. Dhe futen emrat, futen këto personalitetet. Të falenderoj për të. Baxhul, këto ishin fjalë zemre Baxhul. Po ne na vjen mirë që i dëgjuam dhe na duket sikur na i tha të gjithëve ne këtu të vendit. Prandaj Baxhul, pat shëndet. Për të çlodhur tani, ftoj para jush Bilbilin e këngës Labe Bujar Sinani me këngën Nën të sos amaneti me tekst të Vendi Musaraj. Përshëndetje njerë të gjithëve, i urojmë Baxhulit suksese, gëzuar dhe festën. Në tu sos amaneti erdi djali dhe sëjeti në tu sos amaneti erdi djali dhe sëjeti Jago yang tanah
Erdha se më doji mali. Kur vetë të madë të fjali, erdha se më doji mali. Kur vetë të madë të fjali, le të qajë se më bënë miro, të më bjerë loti shëmira, le të qajë se më bënë miro, të më bjerë loti shëmira. Faleminderit. Ju lumë të goja Bujar Sinani. Atëherë, çuditërisht këtij ambienti dhe takimit të sotëm nuk i mungojnë as poetët, as përktyesit, as ushtarakët dhe as generalët. Ftoj të flas për ne poeti, përkthyesi dhe koloneli Delo Isufi. Nuk është? S'ka gjë, nuk ka problem. S'ka problem. Nuk ka problem. Atëherë ftojmë Ftoj Hito Lamaj të na mbushë me emocione, me një këngë vëndçe siç di ai. Dhe grupi, patjetër. Fëllëze bukure fushës, ngrije moj cepin e shamis, të shikojmë sy dhe vetu, shigjetat e dashurisë. Fëllëze o qobana striti malit që mama në festen më njan, syve tu janë të tuat, po shko drejto te baba. O qobana striti malit që mama në festen më njan, syve tu janë ma ka ënda të vishë poshtë, të dëgjojmë këngën amali, si ja thoto moj drapri në grurë, na vajzate këti fshati. Ma ka si ja thoto
ma ka ënda të vishlat, të rëmbejnë në gunë, bashk me këngë, moj e bilit, të pi mujo moj gurë, më gurë. Ma ka ënda të qojmë kokën e breshnjerit, lartë në mo një plakë guri, të gjojmë si o kërcet të belë qiku, si në gruja dhe nga buri. Të qojmë kokën e lartë në mo një plakë guri, të gjojmë si Faleminderit. Nga Tirana, po si një shpërblim dhe nderimi mrekullueshëm i kësaj dite mesnesh, është generali i raketave Remzi Selimllari, i cili dhe pse i ka kaluar të 9 vjetat, ka ardhur të nderoj ne dhe Baxhul Merkajn. Faleminderit general i nderuar Remzi, të ftoj të vish këtu para nesh, para të gjithëve. Fjala për juve. Fjala për juve, general. Ju jam i njohës. Ati plakut, po gjuna që them, do të më mallkoj Perëndia në qoftë se ju besoni. Baxhul Merku fjalët ndoshta ja u merera, por atë që ka shkruar, ajo është i pavdekshëm për mua. Rofshi, Perëndia mund të vdesi, Baxhul Merku dhe ne shqiptarët që i vemi mbrapa, pa tjetër pavdekshëm do jemi. Do më pyesni kur e njoh, prekosh, emri i madh. Ai mbi cupet e tia ka mbajtur hallet e lapradhas, por dhe kudo që ka shkelur këmbë e tia. Dua t'ju them vetëm ca fjalë. Më ka thënë, dhe unë i mbaj më në kujtesën time. Asnjëherë nuk do t'ja kthej shpinën më në stime. Ku fillon atë dheu im atje në Lapradha. Po jo Lapradhaja, po e gjithë Vlora, e gjithë Shqipëria. Fjalët e Baxhul Merkos janë këta. Mua më ka rritur mama Shqipëri. Jam krenar që kam lindur Shqipëri dhe që kam emrin shqiptar. Po fjalët e Baxhulit për mua do të mbeten në kujtim të përjetshëm, do t'ja u transmetoj dhe fëmijëve të mi, një për vetëmi, stërnikëve të mi. U zhyta njerë duke dal nga fshati në ujë deri këtu. Se mu desh të vije ke bakthia apo ke stani. Por asnjëherë nuk më shkoj dërmend, thot ai burri shkurtër. Por me merita të mëdha. Ta mendoj që të largojmë nga ajo Lapradha. Po ja që u largua, që do t'i jepte jo vetëm asaj, po si thonë të parë tanë, Gegetosk, Malsia Lia, një kom jena mu dazë durojnë, fund e maj, një Shqipëria, e një gjuhë e ëmbël e këtyre motrave, vajzave, nënave tona, në bashkon. Baxhul pashjet në gjatë, ke emër të nderuar, të jam i njohës. Faleminderit për fjalët e bukura. Bujar, më duket se është dita jote sot, ti bilbili këngës, ti që u dashurove me nën tokën e Selenicës, dhe nuk e harrove asnjëherë të dashuri për Adeun edhe kur ishe në emigracion, por i këndove kaq mirë Adeut tënd,
sa që dhe ajo të ka dashur dhe të do. Unë të falenderoj Kënga shumë. për ty bujar. Të falenderoj shumë, po për Baxhulin do bëja gjithçka, sepse Baxhuli ka qenë nga ata të parët që mua më kanë dhënë në skenë. Më ka mësuar si të paraqitem, si të prezantojmë në publik, si të interpretoj këngën. Faleminderit Baxhul për gjithë ndihmën që më ke dhënë.
bujare, besik. Besik bujare. Në sytë e gjithkujt prej nesh ka lot sepse Të gjithë kemi lot. të thurësh to vargje dhe ti këndosh kaq bukur për perëndeshën, për atë që na mëkoi me gjinin e saj me dashurim për Adeun. Të lumt goja bujar. Goja, të lumt. Të lumt goja bujar. Bajram Lapi është një emër i njohur, një vlerë e rëndësishme në kulturën folklorike, atë popullore dhe tjetër të laboristë dhe atë shqiptare, studiues, muzikolog dhe një instrumentist i shkëlqyer, sot si një bashkëkohës dhe mik i Baxhul Merkajt. Bajram Lapi nuk mund të mungonte, ju ftoj të vini. Faleminderit. Fjala për ju. Në radhë parë, dua të falenderoj atë këngëtarin, atë bujarin. Të lumt goja, na ke krijuar me gjithmonë një atmosferë shumë të bukur dhe shumë të këndshme. Se e kam në fushën time. Nuk e dinja, dhe për mua është e pabesueshme që Baxhul Merkaj ka marrë pjesë edhe në krimtari me muzikë kultivuar. Për mua është kënaqësi e veçantë dhe me gjithmonë sot them që Baxhuli është në ata fëmijë, në ata njerëz të vegjël, në ata të shkurtër, që ta shtrydhësin djel vetëm mjalt. Për mua është privilegj të vi sot këtu. Kam kaluar, kam vajtur në brata e tjere, por me kënaqësi të madhe e prita ftesën që më bëri Baxhuli. Njihem 50 vjet përpara. Po të vish në vendin e polifonisë, po të kalosh portën e polifonisë, e të vish të ulesh këmbkryq në polifoni, për mua është privilegj. Faleminderit. Baxhuli ka bërë kaq libra, sa po ti thuash ndaj poeti, ndaj shkrimtari thot, më thot, gënjenk. Po, vetëm një gjë është, që ati ku ka humus, ati ka prodhim. E Baxhuli s'ka përtuar për këtë, dhe është ai njeri që gjithmonë i ri mendja atje ku ka lerë, atje bën dhe nder. Ai nuk i takon me lapardas, ai takon gjive. Se unë për shembull çpun kam me lapardan kur unë jam nga Leskoviku. Por jo, Baxhuli i takon dhe Leskovikut, i takon dhe Vlorës, i takon dhe Kuksit. Baxhul je një shok i mirë, je një familjar i dalluar, dhe lumë ne që kemi këta në krah dhe qipin o mali lartë për të zëmër në këndon, me të jemi krye lartë të mërlelon timon. Bukur. Atëherë ftojmë edhe një herë këngëtarin Bujar Sinani me një këngë tjetër. Do të shtrydhim bujarë sot. E thash dhe në para që është kënaqësi. Sot ju prezantoj Emilien, vajza e rritur në një familje e varfër, punëtores. Ka një zë brillant, edhe i urej suksese në këngë këndon nga të gjitha gjinit. Të leta, popullore, të huaja, këngëlabe. Now
e unë se kërkoj ty, atë dhe to aldësy, e unë vete më duke lutem ty edhe këputur, e unë se kërkoj ty, atë dhe to aldësy. Që një buzës të me duke si një brushtare kur muke, se në syrin të të zi, në të sy të zi ma zi. Që një buzës të me duke si një brushtare kur muke. Më të tjo edhe më fes, më të po edhe më fes, në të zjate dhe zjate, a kjo nat me oj nuk mate. Baxhul më duket se po hap shumë punë këtyre institucioneve ti. Të bësh një aktivitet të tillë, besoj se duhen miliona lek. Nuk e di si e ke përballuar ti Baxhul. E di groja. Nuk e di Baxhul të bësh një aktivitet ti qofsh. Por unë ftoj këtu dhe jo pa qëllim e lam për në fund, sepse aktivitetit po i vjen fundi, ne na ka marrë uria Baxhul, kështu që do nuk e di unë çka ke bërë. Ftoi regjizorin e nderuar Rifat Gogu, i cili Goga më fal, Goga, i cili do të përshëndes të takim. Jo pa qëllim e lam të fundit. Sepse Dibran me hallë dhe Dibran që e bulos vendos pikën mbi i. Prandaj e lam. Qershia mbi tort. Rosh, faleminderit dhe respekt të gjithëve. Tash unë jam Dibran, por martuar me gruan me origjinë nga Brata i Vlorës. Kështu që dhe duhet falenderoj në mënyrë të veçantë vajzën e Baxhulit. E shikoj vërtet edhe më bën shumë përshtypje. Mënyra se si e menaxhon, mënyra se si ashtu. Dhe Baxhuli naturisht, unë kam 50 vjeç që e njoh Baxhulin. Baxhuli edhe kur është ditë pushimi, të detyron të flasësh për Baxhulin. E ke pushim, du të flasë se s'bon për Baxhulin, se të detyron vetë. Mirë po, unë me thënë drejtën du të them diçka nga ajo që tha Iliri. Që të bësh një vepër madhështore, që të bësh një vepër që të materializohet në shoqëri e kudo, du të kesh pasuri shpirtërore mbi të gjitha. Ti je njeri. Edhe po ju them një shembull konkret. Ju të gjithë besoj e keni parë ose e keni dëgjuar një ndër aktorët më të mëdhenj të botës, Charlie Chaplin, i famshëm, humorist i madh. Ai kishte kontradikta me vajzën e vet. Vajza e vet kapriçoze. Edhe kur ulesh për t'i folë që t'i thoshë, "Ore, qëndro këtu." Ajo kishte atë mënyrën e saj të sjellurit, edhe ky vendosi t'i shkruaj një letër asaj.
se me letër komunikonte më kollaj me te. Edhe i thot, vajza ime, thot, kur ti kërcen në skenë, thot të tjerve ju kërcasin zorët nga uria. Kur ti kërcen në skenë, thot të tjerve ju kërcasin dhëmët, thot, nga të ftohti. E vështirë është, thot, ti është njeri. Përpiqu ti është njeri, thot. Ja dorëzon letër. Pra, që të kryesh krimtari, që ta materializosh atë krimtari kudo, duhet pa tjetër mbi gjitha ti është njeri. Baxhuli është njeri i talentuar, me vullnet dhe të gjitha të mira. Baxhulit i kam thënë dhe diçka tjetër, që kur shkojshte 83 vjeç, 83 Baxhul, gjeni... Po, jo, tash unë do t'jap një porosi ati, do t'jap një porosi të veçantë. Sot mund të shkojsh, jo, Baxhuli të shkosh, Baxhuli atje në gjendje civile, pagu një 50.000 lekë të vjetër, e ta kthesh nga 83, kthet 38. Edhe, që të është... Urimi shumë Baxhul. Shkoj më, Baxhul. Edhe, je në regull, edhe më bëjë qefi shumë pra te këngëtarin. Buja Sinani. Po, se me të ndajten Baxhuli bëri gjënë më të shkëlqyer që na hoq nga Tirana sot, na solli këtu, se jemi të lidhur me aty me atë Big Brother e përputhën e kujti se çfarë, erdhëm këtu, dëgjum gjëra shumë të bukura me vlerë. Baxhuli edhe jeturoi gjitha të mirat. Edhe Respekt regjisor për fjalët e bukura që thatë. Do ta mbyllim këtë aktivitet duke ftuar edhe një herë bujarin këtu me gjithë grupin bujar. Shkoj zogëllara, shkoj gati zemra sa s'pushoj. Shkoj zogëllara, shkoj zogëllara, shkoj gati zemra sa s'pushoj. Shkoj zogëllara, shkoj. I thash një fjalë s'më qëndroj, bregun e xhamis kaptoj. Shkoj zogëllara, shkoj. I thash një fjalë s'më qëndroj, bregun e xhamis kaptoj. Shkoj zogëllara, shkoj. Nurin e llit lëshoj, sa dhe hënën e verboj. Shkoj zogëllara, shkoj. Nurin e llit lëshoj, sa dhe hënën e verboj. Shkoj zogëllara, shkoj. Ndalu moj thon behar, pa nga nuri o të mar. Shkoj zogëllara, shkoj. Ndalu moj thon behar, pa nga nuri o të mar. Shkoj zogëllara, shkoj. Se më doj që zemrën në zjarë, që me shikimin e parë. Shkoj zogëllara, shkoj. Se më doj që zemrën në zjarë, që me shikimin e parë. Shkoj zogëllara, shkoj. Faleminderit.
Ftoj këtu mjeshtrin e klarinetës Hito Lamaj së bashku me të birit, po nuk ka më mirë se sa ta trashëgosh atë profesionin tënd të bukur të birit dhe të gjithë kush të ketë mundësi në një valle dropullite.
Tani programit i erdhi fundi. Programit. Po flasim për programin. Ju falenderoj për fjalët e ëmbla, për dal nga zemra juaj e sinqert dhe gjithmonë qofshi kështu me këtë zemër të pastër deri në fund. Ju falenderoj shumë. Baxhul, me moshë që të ulur regjizori do japësh punë bardhës. O do vjedh ajo 38, o do ngelesh ti 83. Jape punë. Prandaj mendohu mirë. Fëmijë të mrekullueshëm. Baxhul, të urojmë shëndet Baxhul.